Megjithatë, kjo bën atë që unë e përmenda edhe më parë, e zgjeron lexuesin. E zgjeron lexuesin sepse mbetet për t'u lexuar si nga shqiptarët e jugut të Shqipërisë, si nga shqiptarët e trojve të tjera që flasin dhe shkruajnë sot në gjuhën letrare, që është gjuha unifikuar, natyrisht edhe malësorët. Dhe malësorët e kuptojnë gjuhën e unifikuar, unë kam mjaft miq malësor edhe nuk has vështirësi në komunikim me ta. Bile madje dikush prej tyre më pyet, po a na kupton? Ore, unë i them, ty të kuptoj më mirë se sa një shkodran. Edhe pse unë kam marrur shkollën në Shkodër, se dialekti i Shkodrës brenda është disi më i veçantë. Ashtë i afër me Tulçinit. Po. Këtu ke një personazh kryesor, një djalë të ri, Vata. Ti miqësisht më the që ai ka prototipin nga vllai juaj që nuk jeton më. Është historia e jetës ti, një pjesë e saj si? Historia një pjesë të jetës ti. Më thonë, asaj pjesë kur rgënjehes që shumë të tjerë, në mënyrën e jetes aty tek ne, në mënyrën e trajtimit të rinis, të rinjve, qoftë në përshkollime, ku janë ba kuptohet se kem pas në atë kohë në gjuhën shqipe veç shkollën fillestare, fillore, atër shkon për shkolla zanada në Iklej, edhe në trajtimin e tyne si persone, si pjesë një kombit autokton, në troje veta, por unë një rast e kam thonë një manifestimin në Mirdit, pak më provokuan, thash ju se kuptoni çka është të jetojsh në troje tua e në shtetë huaj. Mos ja ve faj edhe atyne që janë të kam bë këtë pyetje se nuk e kuptojnë. A shumë shtirë kuptohet, ne e kuptojmë. Ju e kuptoni, unë deri diku nga që kam miqe jetoj mes malësorësh, arrit ta kuptoj, por nuk e kuptoj ndjesin, sepse nuk e kam përjetuar që të jesh as kushi duke qenë dikushi. Duke qenë në tokën tane, në trojet e gjyshit, babgjyshit, stërgjyshit tanë, e të ndjesh si ai. Edhe ma i hershim se ai? Jo më larg tash, por më një detaj, nuk ka të bëjë me ngjarjen, po është një ngjarje kohëve tanishme. Zhvillohej Miss Bota në një shqiptaro-amerikane e fitoi, por përfaqësuesja e Malit Zi del me xhubletën shqiptare. Në zonën ku duhet të ishin veshur me veshjet kombëtare. Edhe një vajzë që po e shihte këtu shimur që kom pas. E këtë ju e përjetoni për ditë. Po na e përjetojmë, po pjesërisht e përjetoni edhe ju. Se anomali është, tragedi është sërbet me fut lahutën në UNESCO. Po shqyqër zoti që e kem fut xhubletën, se ajo çmendshmëria atyne ndoshta u kite hi edhe në kokë që të marrin xhubletën me propozu ata. Ajo është që xhubletën e vesh Malazezja, po e vesh me mburre. Për arsye se gjyshja saj ka qenë malësore. Ma shumë e pash mbi emri. Po, pra. Kishte një vit mrapa, po ishte Mara emri. Ajo është e shtirë ta përjetojsh. Thot lahuta është e imja. E ka fut në UNESCO, çka do me i bau? Problemi ynë është ai. E kes përdorimet që i bajnë ata a diçka tjetër. Mirë. Ti kthehemi romanit, natyrisht. Këto kanë hasin debate. Romani përmbledh pikërisht jetën e malësorëve, jetën që nga fëminia, që nga rinia, largimin, por nuk di që ka ndonjë roman tjetër shqiptar, Frani, ndoshta
ta ka sugjeruar që unë nuk di që të ketë trajtu jetën e shqiptarëve në Itali, në kampet e refugjatëve. Ne kemi dëgjuar shumë mbi to. Kemi edhe këtu fratin Drevasha, i cili ka ndërmjetësuar mjaft për malësorët për t'i sjell nga kampet e refugjatëve këtu Kjo tregon që është një realitet, pavarësisht se zhvillohet në Itali, i takon realitetit shqiptar, i takon jetës së malësisë, i takon historisë të malësisë. Edhe nuk ka qenë histori me lule, sepse zbrisnin në Itali në një vend që s'dinin gjuhën, s'dinin asgjë, mund binin pre të veseve të ndryshme, jo po bixozeve, jo po gjëra tjera, se në kamp ishin aty. Rruga për në Amerikë si ishte hapur aq kollaj aso kohë. Edhe ky fakt, edhe fakti që jepni duke u nisur me këndvështrimin nga malësia gjithë fatet e trojeve shqiptare rreth të përqark malësisë, si takimi me kushuririn Tezakun prej Kosove, apo preardhjen e ngjarjes historisë së Nitës, vajzës që bien dashuri me personazhin tjetër Vatën, dhe historia e saj, historia e shqiptarëve që kalonin kufirin, jo më larg se një javë përpara, unë takova një burr, 77 vjeç ishte sot, kishte ardhur 9 vjeç në Maltëzi. Ishin artisur nga një fshat i Shkodrës. Edhe kishin ardhur madje në fshatin Portej, në Maltëzi, kishin dhënë një shtëpi se ishte ajo periudha që donin të bënin propagandë etj. Me radhë. Dhe prej aty kishte ardhur në Amerikë, por ishte e njëjta histori. Në gjysma, siç mbeti në këtë, kur lexova historinë e Nitës që gjysma mbeti përtej, ky tregonte historinë tjetër që tamam gjysma, sepse nuk i mbante sulja, jetonin në asaj barkës, familjen tjetër do detyrua të zbresin, sepse kishte punuar shpejt, por nuk e kishte hedhur në ujë që të mufatej, që të mos fuste ujë, megjithëse lyer me zit. Ishte historia juaj që parasjesni këtu. Është historia e shqiptarëve që arratiseshin pa ditur ku shkonin, duke lënë ferrin komunistëve Rogjës, duke kaluar në një ferr tjetër e pastaj në emigracion me fate si ata çka i ndodhin një nga personazhet aty Cubit që humbet jetën në Itali. Po nëse do ta definonim me një fjali të shkurt, do të thoja ajo është ai fati i mirë, i miruar i gjithë shqiptarëve. Se sa përshkruhet vendi plagutësi, ku janë vendos pjesa e familjes që ka arritur ta kalojë kufinin, Pashuku me familjen, me pjesën e familjes, ajo do të thotë se nuk ka pas zgjedhje. Ai nuk ka di asku kalon veç se ka di me kalua kufinin, për ta është kanë kryevepër. Punë e kryer e përsosur, kalova kufinin, kalova anej ku ka andrua. Mirë po, ai ka kalua prej një ferr tjetër, që e thë ative. Se si e ka kalua ai, shkosh e ta kalosh dimnin në plagutësi, në arqiell të bardhë, por sikur mos vitën shprehje, ajo fisnikria, kom dashuria e shqiptarit që u afrohet njeriu, e u lepnim që ta kalojnë dimnin, mos si vdesin fëmija pa qumshtin e plopën. Është një skenë mjaft domethënëse, unë besoj që është reale. Realitet. Është realitet, një fakt që ju e keni përjetuar. E kam dëgjuar. E kanë dëgjuar, sidoqoftë, pa ka ndodhur. Po. Pra, marrëdhëniet ndër konfesionare, ndër fetare, ndër shqiptarët kanë qenë së pari marrëdhënie vllaznore midis njëri tjetrit. Dhe fakti e që përmendet në detaj në këtë
në këtë aspekt që jep në roman e tregon këta. Megjithatë, ju më pyetët ndërkohë, por edhe unë e kapa, duket se romani nuk ka fund, sikur s'ka mbaruar aty, sikur ngelet përgjysëm, sikur pritet diçka tjetër. Megjithë dashurinë midis Vatës dhe Nitës, janë dy personazhet kryesorë, Nita shtohet në fund, tregon të ardhmen, po kjo e ardhmje ngelet peng, ngelet e varur pezull diku. Pse? Po, shumë më kanë pyet, e ke lanë të pa definuar. Nuk kam dashur ta përfundoj me një happy end apo me ndonjë ngjarje tjetër, as tragjike, as lumtur, sepse një nga shkrimtarët, megjithëse pak më e ri jam me moshë se unë, por merret me shkrime, bile edhe me romane, më ka thënë Lëviç, kur i kam thënë se e kam botua, ja kam premtuar se do t'ja përcjell, libri nuk jeton ai aty të malësi, më ka thënë tash nuk do të ndalesh. Pse? Kur fillon, thot me shkrua, atëherë është si fëmiu, i ngjitet si fëmiu nanës, gjinis nanës. Thot. Ashtu që i kam baj i tentativ, ndoshta mos me përfundua me, edhe pse kam i moshë që nuk premton shumë punë, po edhe nuk jam tepër fort keq me shëndet, edhe mendoj se kam e pas motrën. Unë besoj se ne do kemi edhe promovimin e dytë. Ja, një vit nuk do t'jasim më shumë. Të besoj se në pensioni atash, anët ekonomike do t'i ke zgjidhur, tash problemet, njeriu do t'lej një gjurmë. Edhe një libër është një gjurmë e jetës njeriu. Një libër është një gjurmë e juaja, si intelektual, si atletar, si patriot, që ja le vendlindjes, ja le familjes, ja le kujtimit tuaj. Në anglisht quhet legacy, do më thënë trashëgimia, që le të tjerëve. Edhe besoj ky libër është aspekti kësaj trashëgimie, që ti ja len familjes, visit, ja len malësorve, se është pjesa e historisë së tyre. Unë me këtë do ta mbyll. Urojmë që ne do takohemi bashkë sërish në datën 2 nëntor, në orën 2, në ambientet të kishës së Shëmpalit do bëhet promovimi i librit të Lujg Junçaj. Kjo tokë ju pret, me këtë apel mjaft të dhimbshëm, por konkret, edhe aty do të ju paraqesim vetë bashkëdhetarëve të Luigjit, edhe të gjithë që do të jenë pranishëm këtë roman, do të kenë mundësi ta marrin prej autorit edhe me në nënshkrim. Luiq, miru takofshim pra në këtë promovim, që ju keni, harrova të pyes, i keni bërë promovime të tjera sikur përmendet Mirditën, po? Unë ban në Tuzë, në Shkodër e në Koplik. Edhe në Koplik? Po. Okay. Kam dashur në Malësi. Jo, në rregull, është pjesa që e njeh atë realitet, natyrisht në Tuzë po se po, në Koplik aty afër, edhe në Shkodër, patjetër si qendër kulturore, gjithë Djepi i kulturës. E kulturës të shqiptarisë. Luiq, edhe një herë të faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Respekt për ju personalisht edhe për gjithë stafin e për televizorin tuaj. Shifemi në promovimin. Ju mirëpresim. Do të vi me gjithë kënaqësi. Kam shumë angazhimet ndryshme dhe kisha frikë, mbaroj, po e mbaroj shpejt e shpejt librin të tërheq, ku edhe kjo është një shembull që ka vlera që duhet t'ua trashëgojmë edhe brezave të rinj, edhe atyre që e kanë mendjen vetëm tek celularet. Scriptamanën, thot latini, ajo shkrimi mbetet. Edhe kjo është një vepër që duhet lexuar. Miru takofshim pra. Ju faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit.